Nga kjo ngjarje unë arrita të kuptoj që shoqëria jonë akoma nuk ka arritur të bindë veten e tij apo veten e tyre që bëhet fjalë për një reality show, bëhet fjalë për një lojë dhe kushdo që ta fiton, nga ky Big Brother të gjithë janë fitues në fund të ditës. Ajo që ndodhi ishte një ngjarje që na ka kthyer shumë vite pas, ku ne gjithmonë kemi folur vetëm për dhunën, kemi folur vetëm për bullëzimin, kemi folur vetëm për situata të këtilla. Na ka kthyer në atë dhimbshmërinë e madhe të ndarësisë së Kosovës dhe Shqipërisë, që për këtë më vjen shumë keq në fakt që po komentohet nëpër të gjitha mediat dhe është një turp jashtë mase i madh. Kjo ngjarje na ka treguar që ne akoma nuk jemi të përgatitur për të dhënë një spektakël të bukur, për të bërë një reality show dhe për ta respektuar pozicionin ton që ne ndrojmë të arrijmë atë famën që themi, sepse unë mendoj që personazhet publik dhe sidomos VIP si shpriten në botën e jashtme, asnjëherë nuk mund të japi një kulturë të tillë. Domethënë ishte një turp që nuk ka ndoshta edhe fjalë për ta përshkruar. Si e komentoni efektin që prodhoi duke krijuar atë lloj ndasie siç thatë ju mes shqiptarëve? Bardhi, unë këtu pak I gjykoj edhe mediat, me thënë drejtën, sepse nuk u krijua ndasia në moment, sa u krijua më pas. Sepse mediat duke I dhënë zë kësaj ngjarje pafund, filluan këto amendimet që shqiptarët e Kosovës e urrejnë Jozin, shqiptarët e Shqipërisë e urrejnë Gjestin. Unë mendoj që Jozi dhe Gjesti janë dy personazhe të vetes së tyre. Unë këtë kam komentuar gjithmonë. Jozi nuk ka hyrë në Big Brother, por njëkohësisht edhe Gjesti nuk ka hyrë në Big Brother për të përfaqësuar shtetin e tyre, qytetin e tyre apo kombin. Tani ne nuk mundemi të themi që laçianët janë njerëz të këqij, pasi që vjen Jozi nga ajo zonë, sepse Laçi ka nxjerr njerëz të mrekullueshëm dhe kanë kontribuar bukur fort në çështjen shqiptare. Por njëkohësisht nuk mundemi tani ne të themi që pejanët janë njerëz provokativ, sepse Gjesti ka përzgjedhur po këtë lojë të bën në Big Brother. Unë mendoj që kjo situata e ndarësisë Shqipëri dhe Kosovë u përdor më së shumti për klikime, duke mos menduar gazetarët që tek publiku më gjerë krijojnë një lloj mlefi dhe një lloj urrejtje të paimagjinueshme. Si e komentoni vetë ngjarjen ku Gjesti shkoi për të hapur derën për Jozin dhe ai ndërmori aktin ekstrem? Tani Gjesti është një djalë spontan. Gjesti, unë jam shumë I bindur që asnjë gjë nuk e bën me kastile, nga që është I vetmi banor në Big Brother që na ka dhënë mundësinë ta ndjekim më shumë se 200 ditë. Edhe kur e kemi mundësinë për ta ndjekur më shumë se 200 ditë, do me thënë mundemi të mësojmë më shumë nga I njeri. Unë mendoj që Gjesti e ndiqte këtë rrugën e Luizit, nëse mban mend, në Big Brother 2, Luizelli hapte gjithmonë dyert e banorëve, por ato nuk e kish kuptonin, sepse e pranonin atë realitetin dhe deri ku kanë arritur. Por në këtë rast, Gjesti nuk ja bëri me kastile, ja ka bërë të gjithë banorëve kështu, edhe pse pati një reagim të vogël nga Rozana që mos e bëj, ndoshta Rozana nuk hati diçka më shumë nga të gjithë banorët aty brenda, por gjithsesi nuk kishte një provokim, ashtu siç edhe e quajnë disa nëpër media, kundërdrejt Jozit, sepse nuk është gjë e keqe dikush të hapën derën e shtëpisë dhe nuk është gjë e keqe dikush të thotë natën e mirë. Unë mendoj që do të ishte më e bukur nga ana e Jozit që ta përshëndeste Gjestin dhe të mbante atë fjalën, sepse në Instagramin e Jozit u publikua një moment ku familjarët apo ato të cilët e përdornin Instagramin thonin që Jozi do të jetë me një hyrje ndryshe. Po ne pam një mlef të akumuluar dhe një vetbesim në atë gjë që bëri, duke I thënë vetes së tij që unë e bëra këtë gjë ja dola, tashmë unë e mora hakun tim kundërdrejt Gjestit. Mendoj që ka qenë një diçka e pamenduar edhe nga ana e Jozit, një nervoz momental, një mlef momental, që jam shumë I bindur që tani ka ndryshuar krejtësisht, por ndonjëherë ka ca gjëra që ne sado që ti arsyetojmë në jetë nuk mundemi të pastrojmë veten nga I gabim që ne e kemi bërë, ndërsa sa për tek puna e Gjestit, nuk ma merr mendja në asnjë mënyrë dhe nuk mundem dot ta pranoj si të mirëqen faktin që Gjesti I bën gjërat në shtëpi që banorët ti provokon apo ti vë para aktit të kryer.
Si e komentoni faktin që Rozana dhe Laerti u treguan pak të tepër, po themi në momentin që Jozi goditi Gjestin dhe nuk ndërhyn për ta ndihmuar? Okej, kjo është një temë që shumë komentohet. Unë jam kundër kësaj që komentohet, sepse janë në një, domethënë janë në një reality show ku ndiqet me 100 kamera dhe ishte diçka e shumë e shpejt. Tani në qoftë se Rozana ishte e stepur, Egli ishte duke i dhënë dorën Loredanës dhe nuk kuptoheshte se çfarë po bëhet në moment, se ndodhi aq shpejt sa që banorët nuk e imagjinonin dot se çfarë po ndodhte. Dhe edhe ne po të kishim qenë Bardhi në të njëjtën ngjarje, unë mendoj që njëherë do t'ishim stopuar të kuptonim se çfarë po bëjmë, më pas do t'ishim afruar dhe Rozana u afrua me njëherë. Unë mbaj mend që Rozana, Gerta dhe Egli ishin banorët e para të cilat u afruan pranë Gjestit, ndërsa Laerti po mbante Jozin që mos bën diçka më të madhe. Edhe ishte Laerti që e hapi derën dhe e kapi Jozin për dorë dhe e nxori nga shtëpia. Nuk e shoh të tillë, unë mendoj që të gjithë banorët u afruan, por ishte një moment aq i shpejt sa që nuk e kuptonin se çfarë bëhej, se ishin edhe në emocionet e tyre, ishin në gjysmë finale, të gjithë ishin domethënë ishin në përmendime të ndryshme se kush do të shkon finale, si do të jetë fati jon, kur do dalim ne. Kanë qenë emocionet përzjera dhe për këtë gjë edhe Ledioni nuk e kuptoi në moment se çfarë ndodhi. Ledioni pasi që e kuptoi nga ana e Eglit kur ul në gjuhën që tha ju lutem ndërhyni produksioni, aty e kuptoi që Gjestin e goditi Jozi. Nuk ma merr mendja që është diçka e bërë me kastile, ka qenë thjesht kështu, domethënë nga momenti që kanë dashur të kuptojnë se çfarë është bërë. Po zakonisht nëpër media shikoj që po jepet shumë një kahje tjetër, sikur Rozana dhe Laerti e urrejnë Gjestin, edhe pse nuk shohun një dozë të urrejtjes. Si e komentoni faktin që Jozi është parë duke kënduar me shokët, që si duket e ka marrë me sportivitet gjithçka që ndodhi brenda në Big Brother? Këtë videon, unë e kam komentuar edhe sot, këtë videon ne nuk e dim në qoftë se është video e ditëve të sotme. Pas asaj videos, nëse ne do ta shohim me detaje, ka dekoret vitit ri, do të thënë dekoret Krishtlindjeve. Tani unë me sa di, restorantet shqiptare për festën e Pashkëve të bazohemi këtu, nuk i dekorojnë restorantet me drita. Domethënë aty ishte një dekor me drita. Unë mendoj që kjo video ja është një video e vjetër, ndoshta e vitit të ri të kaluar, sepse këtë vit të ri Jozi ka qenë në Big Brother apo e Krishtlindjeve, dhe nuk është një video e tanishme, sepse ajo video është e bërë në Europë, nuk është e bërë në Shqipëri. Të paktën disa nga njerëz aty kuptoj që janë edhe kosovarë, domethënë shqiptarë të Kosovës. Dhe unë mendoj që kjo video ja nuk është e publikuar as në Instagram të Jozit, as në rrjete sociale të tjera, dhe nuk mund të themi që është një video e bërë e tanishme, por mendoj që është diçka e vjetër, në të cilën tani këto për klikime dhe për të marrë shikueshmëri e postojnë këtë video. Vetëm nga pamja e videos tregon që nuk është e bërë me tani, sepse nuk ka ndonjë lokal në Shqipëri që mund të ketë dekoret vitit ri, të paktën në muajin prill. Shumë faleminderit për sqarimin Tiron, sepse nevojitej një sqarim i tillë.